e bashkisë uroj të detyrën e në këtë qytet kaq të bukur dhe dashamirës për sportin, gëzuar festat e nëndorit, jo vetëm vlonjatëve, po të gjithë shqiptarëve kudo që janë në gjithë trevat rreth e përqark Shqipërisë. Me moton vrapojmë për pavarësinë, maratona ndërkombëtare e Vlorës vijon promovimin e qytetit bregdetar. Këtë të diel në edicionin e 5 ajo mblodhi rreth 400 vrapues nga Shqipëria dhe vende të ndryshme të botës. Eventi i rëndësishëm u organizua në kuadër të festave të 28 dhe 29 nëntorit nën përkujdesin e veçantë të Bashkisë së Vlorës. Vlora Half Marathon tashmë është kthyer në traditën e qytetit bregdetar dhe vjen në fund të nëntorit si pjesë e agjendës festive të këtyre festave. Kryebashkiakja Brunilda Mersini thekson se ky aktivitet do të vazhdojë si një traditë e bukur për qytetin edhe në vitet që vijnë. Mersini thotë se pjesëmarrja e gjerë në këtë maraton tregon interesin e madh edhe për të festuar pavarësinë në Vlorë, por edhe për të promovuar qytetin bregdetar për resurse turistike, por edhe për shëndetin. Kryetaria e bashkisë kërkoi mirëkuptimin edhe të qytetarëve për rrugët e bllokuara gjatë kësaj të diele për shkak të mbarvajtjes së këtij aktiviteti. Traditë shpresojmë që edhe në vitet e tjera Vlora ta ketë këtë traditë. Sot është maraton për pavarësinë, edhe siç është dhe nga emri, është në fashën e aktiviteteve që Vlora organizoi për festat e flamurit edhe të ditës së shqirimit. Sot është maraton në 3 fasha, 21, 10 dhe 5 km dhe siç e shikoni, numri të regjistruarve ka deri në 400 veta, pra tregon një interes dhe një pjesëmarrje, jo vetëm për festimin e festave, por dhe si një promovim për Vlorën dhe për shëndetin e gjithë njerëzve. Kështu që është një thirrje shumë historike që kjo ditë të shkojë shumë bardh, ti suportojmë me optimizmin ton gjithë garusit dhe të shijojmë orën 11, orë e cila do të shpalli dhe fituesët. Është një thirrje për trafikun. Masat janë dhe një plan masash nga policia bashkiake dhe policia e Renit. Rruga do të jetë bllokuar në momentin që kalojnë nga Rusit vetëm për disa minuta dhe pastaj ai segment rrugë çlirohet dhe vazhdon pjesa tjetër e trafikut të jetë e liruar. Shumë faleminderit dhe juve. Do të thotë për ju kjo nisje në aktivitete të shumta, me festa. Unë jam i qytetare e Vlorës, jam në habitatin tim, jam në qytetin tim, i shijoj ashtu siç e shijoni dhe juve. Ish nën kryetari i Bashkisë së Vlorës Klevis Kanso, themeluesi në Vlora Half Marathon, shprehu emocionet pasi siç tha, të gjithë gjatë kësaj të diele vrapuan për qytetin, pavarësinë dhe shëndetin. Kanso thekson se maratonës i është dhënë tashmë një identitet të organizohet me rastin e pavarësisë së Shqipërisë në qytetin e flamurit. Emocion që ky shesh pikërisht për festat e pavarësisë mbushet kaq shumë me shumë shqiptar nga trevat e shqiptarisë dhe nuk ka më bukur se të vraposh për pavarësinë. Vrapon për qytetin, vrapon për veten, vrapon për pavarësinë. Është një emocion i veçantë sepse jam realisht themeluesi i kësaj maratone së bashku me disa shokë. Është viti 5 radhazi që e bëjmë. Falenderoj bashkinë, kryetaren e bashkisë për angazhimin dhe bërjen të mundur që kjo maraton të ishte vërtet një sukses i madh dhe të vazhdojmë ta bëjmë dhe më popullore se sa kaq. Falenderoj policinë e shtetit për mbështetjen, policinë bashkiake dhe të gjithë organizatorët që morën pjesë. Do të vazhdojë? Maratona është thyer tashmë në traditë dhe do ishte mëkat nëse do të ndalonim për arsyen sepse ne tani tashmë kemi dhënë një identitet që është organizimi në festat e pavarësisë dhe ka dhe një titull Run for Independence. Presidenti i Komitetit Olimpik Shqiptar Fidel Ylli theksoi se kjo është një maraton që promovon Vlorën. Është një maraton e bukur që promovon turizmin në Vlorë. Vlora është një qytet i bukur që këto vitet e fundit është gjallëruar shumë dhe ne kemi thënë dhe vazhdojmë ta themi që sporti nuk është vetëm një garë, nuk është vetëm një kompeticion kush merr një medalje, se këtu ka veteran, ka qytetar, ka sportist, ka dashamirës të sportit që marrin pjesë edhe për të qenë pjesë e maratonës, pavarësisht se në çë nivel janë për sa i përket performancës sportive. Ky është sporti, se sporti në fundit është shëndet. Dhe ne duam që Vlora të shkojë në nivelin e duhur në gjitha sportet. Maratona u nda në 5 km, 10 km dhe 21 km dhe përfshiu pjesën më të madhe të qytetit, përfshi edhe zonën bregdetare.